Përshëndetje të nderuar kudo që jeni. A ka trishtim më të madh se kur i sheh politikanët shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut duke shtrënguar duar, duke organizuar anëhenjje e manifestime për gjoja kinse, për fuzionime politike. Nuk dua të përmend kush është emri i partisë së re, të ashtu quajtur grupimi i ri politik. Por popullata duhet të zgjohet. Populli shqiptar në Maqedoni duhet të zgjohet dhe të pyes: ore, çfarë luksi po jepni vetvetes ju politikanët tanë, lider shqiptar politik, që nga 2001 që keni dështuar në çdo sferë, në çdo lamin të jetës publike, shoqërore, ekonomike, politike në Maqedoni. Ore, 25 vite me radhë, ju vetëm se u lavdëruat para mediave, u lavdëruat në rrjetet sociale, se në marrëveshjen e Ohrit, ose me marrëveshjen e Ohrit, shqiptarët, nën patronazhin e faktorit ndërkombëtar, do t'i kenë të drejtat e tyre të gjitha, të garantuara me kushtetutë, përfshin statusin e kombit shtetformues, përfshin gjuhën shqipe, të inkorporuar në kushtetutën e Maqedonisë. Në 2018 keni miratuar ju, që ishit në pushtet 23 vite me radhë, ligj me të cilin garantohet zyrtarizimi i gjuhës shqipe, i cili kur nuk u implementohet. Sot, kur po flasim, studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut po protestojnë për implementimin e ligjit të gjuhës ose të gjuhëve në Maqedoni, në të cilin gjuha shqipe garantohet, dhe ju keni qenë ata që jeni pjesëmarrës në marrëveshjen e Ohrit, të cilët jeni pajtuar që të ketë një ligj të turpshëm për shqiptarët në Maqedoni, të cilët, sipas gjitha gjasave reale, përbëjnë diku rreth 40% të popullatës, të banorëve të përgjithshëm të shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe si pjesëtar i një popullate mbi 35%, ndoshta 40%, ne duhet në shekullin 21, në vitin 2026, të dalin fëmijët tanë, të dalin fëmijët tuaj, o ju baballar të politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, a nuk ju vjen turp? A nuk keni brefie turpi, se e prut punën deri aty, sa që sot fëmijët e juaj, nipërit e juaj, mbesat e juaja, të dalin dhe të protestojnë në për rrugët e Maqedonisë, në për sheshet e Maqedonisë së Veriut, që çka t'ju garantohet dhënia e provimit në gjuhën shqipe, dhënia e provimit të jurisprudencës, dhënia e provimit të avokatisë. Dhe ju jeni baballar, ju jeni gjyshër të po këtyre fëmijëve të cilët sot protestojnë. Dhe nuk keni fije turpi, dilni prapë se prapë, për ditë e çdo ditë, dhe shtrëngoni duart me njëri tjetrin, akuzoni njëri tjetrin. Ky blok, ky tabor akuzon taborin tjetër, se gjoja tana kanë qenë dështues, e këta qenë kanë ata që luftojnë për çështjen shqiptare, edhe këta që hyrën para 2 viteve në pushtet me Kristian Mickoski, me VMRO, DPMN, i është quajtur i vlen e s'vlen. Çka kanë bën këta? Zotni Izet Mexhiti, ju deklaruat para 2 viteve, në shkurt të vitit 2023, keni deklaruar para mediave, se do të hapni 1000 vende pune për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. A ju kujtohet kjo, zotni Izeti? Dhe çka ka sot? E çka ka pas edhe deri në 2018? E çka ka që nga 2001 deri sot? Ka vetëm shprazje të trevave shqiptare, të fshatrave dhe qyteteve shqiptare. Sot trishtohesh, është jashtëzakonisht e trisht të ecësh në për vend banimet shqiptare, ku në për fshatra mbyllen shkollat se nuk ka nxënës më në për shkolla fillore. Ku dikur ka pas zën, ka pas zhurr, kurse sot nuk ka as zhurr, as zën, as nxënës. Dhe ju prapë se prapë dilni dhe lavdroheni se të gjitha që i keni premtuar, ju po i realizoni dhe i keni realizuar. Studentët shqiptarë,
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut protestojnë tani me ditë me radhë e muaj me radhë. Dhe as kryeministri i shtetit shqiptar nuk e shet të rrugës që të involvohet drejt për drejt dhe fuqishëm dhe të thot fjalën e tij të fundit në adresë të politikanëve dhe të pushtetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe t'ju thot stop, se pa bashkëpunim dhe pa marrëveshje me shqiptarët, Maqedonia nuk do të mund të ekzistojë. Gjithashtu kjo vlen edhe për shtetin tjetër shqiptar të Kosovës. Dhe studentët shqiptar janë lënë në mëshirë të Zotit. E çka janë? Kush janë ata? Ata janë fëmijët e juaj, nipërit e juaj janë fëmijët tanë, nipërit tanë, besët tonë. E kush ka dështuar? Keni dështuar ju, baballarët e politikës shqiptare tash e 25 vite.